Një ministre sërbe tha se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Deklarata shkaktoi reagime të forta ndërkombëtare. Bashkimi Evropian e dënoi këtë gjuhë. There is no place in Europe for rhetoric justifying and advocating for ethnic cleansing. Për ta kuptuar pse një ministre mund të thotë këtë sot, duhet të kthehemi pas në histori. Në vitin 1937, akademiku sërb Vasa Čubrilović shkroi dokumentin Dëbimi i shqiptarëve. Ai kërkonte që shteti të largonte shqiptarët me forcë drejt Turqisë dhe Shqipërisë. Një vit më vonë, Jugosllavia përgatiti një marrëveshje me Turqinë për shpërnguljen e 10 mijëra familjeve. Pra, kjo ide nuk lindi gjatë luftës. Ai u shkrua në akademi dhe u diskutua në institucione shtetërore në kohë paqeje. Në vitin 1986, një grup akademikësh sërb hartuan memorandumin e Sanut. Ky është një dokument i Akademisë Sërbe të Shkencave dhe Arteve që e paraqiste Serbinë si viktimë dhe shqiptarët e Kosovës si kërcënim. Milošević i përdori këto ide për të nxitur nacionalizmin dhe për të marrë pushtetin. Në vitin 1998 dhe në vitin 1999, kjo politikë u kthye në dhunë. Mbi 13.000 njerëz u vranë ose u zhdukën. Rreth 800.000 shqiptar u dëbuan nga Kosova. Trupat e shumë viktimave u transportuan dhe u fshehën në varreza masive në Serbi. Por pas rënjes së Miloševićit, Serbia nuk u shkoput nga ajo politikë. Ligji i lustracionit nuk u zbatua. Partia Miloševićit u rikthye në qeveri. Dačić, ish zëvendësi i tij, vazhdon të jetë në pushtet. Edhe Aleksandar Vučić vjen nga politika radikale e viteve të 90-ta. Në vitin 1995, ai deklaroi: Ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Sot, ai është presidenti i Serbisë. Ndërkohë generali Vladimir Lazarević, i dënuar në Hag për dëbimin e shqiptarëve nga Kosova, u prit në Serbi si hero. Ai madje u ftua të ligjeronte në Akademinë Ushtarake. Prandaj deklarata e ministrës nuk është veç një gaf. Kur e njëjta ide përsëritet për gati 90 vjet nga akademia në parlament dhe nga parlamenti në qeveri, ajo quhet vazhdimsi. Pyetja nuk është veç pse një ministre e tha këtë. Pyetja është pse në Serbi të flasësh për spastrim etnik të shqiptarëve vazhdon të mos ketë pasoja.